Gruaja e vrarë nga Ice e përshkruante veten si një poete dhe nënë e mirë. Në një raport spitalor i siguruar nga Associated Press, identifikoi gruan si 37 vjeçaren Renee McLean Good, megjithëse në dokumentet e biznesit emri i saj shkruhej Renee Nicole McLean Good. Në rrjetet sociale, McLean Good thoshte se ishte poete dhe shkrimtare dhe bashkëshorte dhe nënë, me origjinë nga Colorado, po që përjetonte Minnesota. Në fotografinë e profilit të saj, o shihet duke buzëqeshur duke mbajtur një fëmijë të vogël pranë faqes saj. Në një video nga vendngjarjet të shtënave e postuar në rrjetet sociale, shihet një grua e tronditur e ulur pranë automjetit duke qarë, e cila përshkruan McLean Good si bashkëshorten e saj dhe thotë se kishin një fëmijë 6 vjeçar. Është gruaja ime, nuk di çfarë të bëj, vajtoi gruaja e cila nuk u identifikua. Pra ajo ishte homoseksuale. Edhe homoseksualët janë bashkuar kundër Trumpit në këto protesta. Trump deklaroi më vonë se gruaja kishte dashur të shtypte me makinë agjentet. Noem nuk e përmendi me emër oficerin e ICE që qelloi gruan, por tha se ai ishte më përvojë. Ai ka qenë edhe më parë në situata të tilla dhe sigurisht ka qenë në terren dhe ka ndjekur trajtimin e tij, tha Noem në konferencën e mbrëmjes për shtyp në Minneapolis. Noemi duket se referua të njëjtit oficer kur tha se në qershor ai ishte goditur dhe tërhequr zvarr nga një automobilist anti-ICE.